Përshëndetje shikues të nderuar të Pollogu.news, jemi sot në një intervistë ekskluzive me komandantin e njësitë të zjarfikësve të Tetovës, zotëri Avni Ahmetin. Zotëri Avni Ahmeti, ju falenderoj që pranuat ftesën tonë dhe që na mikpritët këtu para objektit të njësitit të zjarfikësve. Si ka qenë gjendja reale para 5 viteve para se të vinit ju këtu si drejtor i këtij institucioni? Falenderit pikëpari për ftesën në emisionin tuaj. Ju përgëzoj juve medjeve të cilët gjatë gjithë kohës kanë qenë me zjarfikësit e Tetovës. Pyetja është me vend, do më thonë, ka një revolucion të zjarfikësit e Tetovës, dihet që nga ardhja ime apo edhe kryetarit të komunës së Tetovës Bilal Kasamit, cilën kemi bë edhe ngritje të pagave dhe gjithashtu edhe kemi bë intervenime apo edhe kemi blejtur makineri të ndryshme të cilët janë të domosdoshme për zjarfikësit e Tetovës. Gjithashtu dihet që ambientet përbrenda stacionit të zjarfikësve të Tetovës janë në nivel shumë të mirë, bashkërisht pas do e shohim edhe ambientet e brendshme. Dihet që ka një fitness qendër të cilën e kemi instaluar gjatë kësaj periudhe. Siç edhe ju thash, domethënë nga ngritja e pagave të zjarfikësve, gjithashtu edhe kapaciteteve të cilët janë në makineri, janë të dukshme në përmirësimin e kushteve dhe intervenimeve sa më të shpejta të zjarfikësve të Tetovës. Tek pjesa e infrastrukturës, po ashtu edhe tek pjesa e stafit, sa është rritur stafi dhe po ashtu tek pjesa e mbulimit të territorit, deri më tani sa përqind të territorit apo të rajonit të Tetovës keni arritur që të mbuloni? Do më thonë, dihet që zjarfikësit e Tetovës mbulojnë një territor më të madh në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ajo është komuna e Tetovës dhe 5 komunat rurale, siç është komuna e Bogovinës, Bervenicës, Zhelinës, Te Arcës dhe Jugonovcit. Është një territor shumë i hapur, është një territor i cili ne mundohemi me çdo mundësinë tonë që të jemi së më afër qytetarëve, kështu që kemi bën një përpjekjen tonë që kemi një plan që të bëjmë dispersimin e zjarfikësve, siç është edhe pika e Te Arcës, pika e Zhelinës dhe pika e Bogovinës, të cilën të jemi së më afër qytetarëve dhe të bëjmë shërbimin ashtu siç duhet. Të jemi në kohë, në raste fatkeqësish afër qytetarëve. Për 5 vite sa keni arritur që të rrisni pjesën e stafit apo më konkretisht të zjarfikësve, por edhe pjesët tjera të stafit? Do me thonë, dihet ajo shkon në bazë të popullatës, ne kemi bërë edhe punësime të reja. Kemi një pjesë të zjarfikësve të cilët këtë vit dhe vitin që vinë do shkojnë në penzion. Dihet që ne pranojmë kuadra të reja dhe çdo herë zjarfikësit këtu në Tetovë, thujse për çdo vit kemi pas punësime të reja. Dihet që numri i zjarfikësve momentalisht është 100, dhe ajo është në rritje për arsye se dihet që në 1500 banor, do të thonë duhet të ketë një zjarfikës profesional, bazë të ligjeve apo të Republikës së Maqedonisë apo edhe të standardeve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Pjesën e financave, po ashtu sa raste në vit arrini të zgjidhni varësisht prej numrit të rasteve? Dihet që financat për zjarfikësit e Tetovës i ka në kompetenca komune e Tetovës. Do të thonë ato menaxhojnë me fondet e zjarfikësve. Dihet që pagat ne i marrim drejt për drejt nga komuna e Tetovës. Kemi blok dotacione, të cilët janë në numër të kufizuar, pjesën tjetër e mbulon komuna e Tetovës. Rastet të cilët ne kemi intervenime është një fenomen shumë i rëndë, për arsye se vitin që lam pas, do me thonë e mbyllëm me një numër shumë të lartë intervenimeve të zjarfikësve, ishte 984, që është një rekord që s'mbahet mend të zjarfikësit e Tetovës. Si cëllin vit kemi rritje të intervenime të zjarfikësve, parafërsisht 100 deri 150 raste më tepër. Kjo është fenomen për arsye se dihet që kemi qytetarë të jo përgjegjshëm të cilët bëjnë ndezjen apo pastrimin e arave, dhe pastaj ajo shpërndahet dhe kemi raste ku kemi intervenime shumë të rënda gjatë intervenime në përpyje. Dihet që vjet, siç edhe e dini ju, edhe qytetarët që kemi pas zjarfikësit e Tetovës kanë pas një
luftë shumë të ashpër drejt këtij fenomeni të cilën kemi pas pyetje të mëdhaja të cilat u dash të zjarfiksit e Tetovës të intervenojmë. Për fat keq duhet potencohet edhe kjo. Domethënë brenda pyjeve të cilët digjen, dihet që kemi edhe kafshë të ndryshëm të cilën ne si shumë raste kemi pas ku i kemi pa të ngordhura apo edhe pyjet të cilët janë mushkërit e pologut, ne pa dashje me dashje ju futim zjarrin dhe pastaj duhet zjarfiksit të luftojnë thujse edhe me jetat e veta për të bërë shuarjen e tyre. Qoftë tek pjesa e arave apo bujqve, por edhe tek pjesa e ambisëreve, cili është gabimi që bën qoftë kur ndodhen ndonjë incident zjarri gjatë përpjekjes për të shuar zjarrin dhe po ashtu cili është problemi i bujqve që arrin deri në atë pikë që të shkaktojnë ndezjen dhe zgjerimin e lokacionit të zjarrit. Dihet që ne edhe keni parë në përmjetet e informimit se ne bëjmë apele të ndryshme gjatë gjithë kësaj periudhe kur fillon sezoni i pranverës, bëjnë pastrimin e arave apo pastrimin e kopshteve dhe bëjnë një ndezje të atyre mbeturinave, të cilët pastaj ju dalin nga kontrolla një erë vogël, një shkëndije vogël futet në mal apo edhe në fusha që pastaj rrezikon edhe shtëpi, të mirat materiale të asaj ane, populate edhe jetë njerëzish. Kështu që çdo herë ne bëjmë apele për mos ndezjen e këtyre lloje zjarresh, për arsye se i ndezin zjarret, bujqet edhe i lanë në mëshirë të fatit, e pastaj ajo gjatë natës apo edhe një erë siç edhe e ceka më herët, domethënë bën një shpërndarje të zjarrit e pastaj bëhet një zjarr shumë më i madh, që e kemi shumë rënd ne si zjarrfiks për ta venduar në kontroll. Sa ka ndryshuar statusi i zjarrfiksve ndër vete? Dihet që zjarrfiksit e Tetovës para ardhjes tonë, domethënë kanë qenë një status shumë të ulët, janë llogaritur si persona teknik të punësuar në komunën e Tetovës, kështu që statusi tash është i rregulluar, dihet që zjarrfiksit kanë një status që e gëzon edhe policia dhe Armata e Republikës së Maqedonisë, jemi në të njëjtin rang, edhe pagat vlerësohen pastaj në të njëjtin mënyrë siç janë edhe policia dhe gjithë këto institucionet e mbrojtjes së shtetit edhe e kësaj lloj natyre. Dihet që ne kemi bërë një revolucion shumë të madh në këtë drejtim për arsye se kemi bërë ngritjen e pagave, gjithashtu tash së fundmi kemi një ngritje shumë të madhe të pagave të cilët zjarrfiksit e Tetovës do i marrin së shpejti, domethënë është muajin që vinë zjarrfiksit e Tetovës do marrin dikundi 9.000 denar më shumë rrogë siç kanë marrë deri tash. Sa është e vështirë të hidhesh në zjarr për të tjerët në kuptimin e asaj se cili ka qenë rasti më i ngjeshëm kur keni menduar, keni thonë me vete se nuk doja dalim? Kjo është një pyetje shumë është pyetje e rëndë për një zjarrfiks. Arsyeja, domethënë dihet që zjarrfiksit kanë dy elemente shumë kryesore të cilët edhe duhet ceken gjithandej. Arsyeja është se zjarrfiksi duhet të jetë edhe human, në kuptimin njerëzor, për arsye se ne shohim shumë lloje raste ku nuk janë të mira për pamje. Mirë po ne futemi, ajo pjesa humane e tregojmë ne në shpëtimin e një personi. Do të thonë është një nuk përshkruhet me fjalë. Do të thonë edhe ajo lloji i dytë që duhet zjarrfiksit jetë edhe trim. Arsye se don ndonjëherë edhe trimëni për të futur në ndonjë vend ku mendon pastaj se nuk do kthehesh pas. Momente kemi shumë të rënda, veçanërisht momentet jo të këndshme apo shumë të rënda për ne janë momentet e aksidenteve rrugore, të cilët ne ballafaqohemi drejt për drejt me viktimat të cilët pësojnë në aksidente rrugore. Gjithashtu dihet që zjarrfiksit e Tetovës kanë një ekip të profesionalizuar në raste tërmetesh, që jemi të vetmit ne si ekip që kemi bëjmë 9
persona të profesionalizuar në Republikën e Maqedonisë që morën pjesë edhe në Turqi. Do thënë kemi parasysh, kemi marrë pjesë në Turqi në tërmetin e madh që ishte para disa viteve. Pamjet të cilët zjarfiksit janë përballur është një katastrofë në vete. Pastaj zjarfiksit kërkon që të ketë një trajtim mjekësor, psikiatër i cili duhet punojnë me zjarfiksit për arsye të pamjeve të cilët pastaj kemi probleme edhe me gjumin disa herë. Si është jeta personale e një zjarfikësi? Dihet që jeta personale e një zjarfiksi është si gjithë tjerët, mirë po kërkon që zjarfiksi të jetë fizikisht i përgatitur për sfidat të cilët ai përballet për çdo ditë në intervenimet e ndryshme të cilët ne kemi. Dihet që së fundmi kemi instaluar edhe palestrën apo mini palestrën që e kemi tu te zjarfiksit, personalisht edhe unë e shfrytëzoj. Gjithashtu edhe bëjmë hecje dhe trajnime të ndryshme të cilët zjarfiksit i mban në konduksion që të jenë të fuqishëm gjatë intervenimeve. Si motivoheni para ikjes në aksionet ndërhyrëse? Dihet që zjarfiksit janë këtu 24/7, kemi me kujdestar këtu, gjatë gjithë kohës jemi 24 orë ka zjarfiks këtu. Dihet që jemi për një punë këtu, dihet që në secilën sekond mund të ndodhë që të ketë një aksident rrugor apo një zjarr, një gjithçka që zjarfiksit intervenojnë. Kemi një alarm që kur marrim thirrje nga qytetarë të ndryshëm, ku është kjo pjesa këtu pas meje, e pastaj i marrim të dhënat dhe sakt ku ndodhet, domethënë ajo fatkeqësi. Kështu që menjëherë është një alarm i cili lajmëron gjithë zjarfiksit që të përgatiten dhe sa më shpejt të dalin në intervenim. Po ka momente ku zjarfiksi edhe futet në kamion apo edhe në për xhipat të cilët ne i posedojmë, nuk e dim edhe ku shkojmë. E dim vetëm një person i cili e udhëheq aksionin, e pastaj atje kur shkojmë edhe gjendemi në mënyrë apo edhe përshtatemi në vendngjarje. Përshtatemi dihet që kemi edhe vende të cilët janë jo të përshtatshme për zjarfiksit, për të cilët do duhet lëvizet do një makinë apo diçka tjetër që të intervenojmë sa më efikase dhe sa më shpejt. Kemi sfidat tona, dihet që gjatë shkuarjes në intervenime kemi vështirësi në rrugë, dihet që qyteti i Tetovës është i stërngërkuar nga veturat, komunikacion shumë i dendur të cilët ne për ta depërtuar atë komunikacion është shumë vështirë. Në orët e ditës është edhe më vështirë, mirë po qytetarë edhe kemi qytetarë të cilët nuk janë të kujdesshëm gjatë dëgjimit të sirenës të zjarfiksve, nuk e liron rrugën apo është parku shumë keq edhe pastaj duhet ta presim personin në fjalë që ne të depërtojmë atë rrugë. Dihet që në qytetin e Tetovës, brenda qytetit kemi disa rrugë shumë të ngushta, të cilët edhe tash makina kemi në sicilën anë edhe kemi shumë kohë na humbën. Dihet që zjarfiksve s'do që mungoj një sekond, domethënë vonese, për arsye se një sekond është shumë dëm i madh për një zjarr i cili mund të jetë me një objekt të mbyllur. Tek pjesa shpirtërore realizonin ndonjë apo keni ndonjë thirrje të veçantë mes njëri tjetrit apo lexoni apo shikoni citate fetare apo yoga apo diçka ndonjë pjesë spirituale? Dihet që ne shumicat e punësuarve të cilët jemi në te zjarfiksit e Tetovës janë të konfesionit musliman. Kemi edhe ortodoks, mirë po shumica jemi musliman. Normal që secili nga ne e ngjejmë atë shpirtënoren edhe normal që bëjmë lutje. Dihet që kam pas një përvojë interesante me një bisedë me një hoç xhamisë Pashës të Tetovës, i cili më thoshte që kur të filloni të shkoni në një intervenim,
para se me mbritë intervenimi të thirrni ezanin brenda për brenda jush. Arsyeja është shpirtnore dhe fetare në këtë drejtim, për arsye se kur thirrën ezani thonë që gjallët mbillen në qelca. Kështu që ishte një përvojë shumë e mirë dhe besoni personalisht mua më ka ndihmuar shumë shpesh. Sa grante të huaja apo ndihma të huaja ka marrë njësiti zjarfikësve dhe konkretisht prej cilave shtete? Pyetje me vend. Dihet që ne kemi mërgjimtar të cilët kujdesen për vendlindjen këtu. Kemi marrë shumë donacione të ndryshme nga Zvicra, Danimarka dhe nga Gjermania. Vlen të theksohet disa raste të cilët ishin 2 gjem të ri të cilët dhuruan një kamion për zjarfikësit e tovës nga Zvicra. Gjithashtu donator më të mëdhej apo bashkëpunim që kemi pas ne si zjarfiks gjatë kësaj periudhe është organizata UNDP në krye me ambasadën e Zvicrës, të cilët kanë bërë një donacion shumë të madh të zjarfikësit e tovës me automjete të reja, gjithashtu dhe uniform mbrojtëse për gjithë zjarfikësit e tovës. Ka qenë një bashkëpunim shumë i gjatë, do të thonë shpresojmë që të kemi bashkëpunime të tilla. Gjithashtu vlen të ceket, do të thonë së fundmi kemi një bashkëpunim shumë të mirë me ambasadën e Austrisë. Dihet që Tetova apo zjarfikësit e Tetovës pranuan 2 kamion, 2 janë në pritje tash, do të thonë në muajin maj, të cilët do i furnizojmë njësitin territorial apo dispersimin të cilën e kemi në fshatin Bogovin. Aty do dhurojmë 2 kamion të cilët do jenë në konduksion shumë të mirë. Këtu vlen të ceket diçka shumë interesante. Do thonë, dihet që ne kamionin e fundit që kemi marrur nga shteti është në vitin 2009. Shteti si shtet gjatë gjithë kësaj periudhe, do të thonë nuk është edhe aq i interesuar që zjarfikësit të jo në Tetov, por në gjithë Republikën e Maqedonisë së Veriut t'i furnizon me makineri të reja. Besoni që ne mbijetojmë me donacione nga jashtë. Janë donacione, siç e theka ajo, nga UNDP dhe ambasada e Zvicrës, cilët janë makineri të markës së fundit. Kjo është ajo shumë e madhe për ne. Sa është tërheqës ky profesion konkretisht ndaj të rinjëve? Do me thonë, dihet që ne në kuadër të zjarfikësve të Tetovës kemi shoqatën e vullnetarëve të cilët funksionojnë. Emri i shoqatës është Pollogu. Funksionon ka të ri të interesuar shumë. Thuaj se qëllimi i kësaj shoqate vullnetare ishte që në secilin fshat të kemi të paktën 2 të ri të angazhuar në këtë drejtim, për arsye se nëse kemi ne në gjithë këtë territor këtu që përfshim ne, nëse kemi 2 të ri në për secilin fshat, do e kishim shumë më kollaj vendngjarjen dhe gjithçka që do e kishim shumë më kollaj për të intervenuar dhe për ta marrë informacionin së më shpejt. Interesimi është shumë i madh. Dihet që pjesa më e madhe është e të rit, për arsye se ky profesion kërkon që të jesh në moshë pak më të re, kërkon atë pjesën e trajnimet të cilët në vazhdimsi ne si zjarfiks këtu i bëjmë, edhe interesimi është shumë i madh nga të rit gjithandej Pollogut që të futen në punë të zjarfiksit. Mirë po, kriteret janë që të jenë atë pjesën vullnetare, të cilët pastaj gradualisht se për të bëjë një zjarfiks don vite, të cilët don vite trajnimi, psikofizikisht që të jesh një zjarfiks i suksesshëm. Deri më tani, sa ka arritur numri i zjarfikësve vullnetar përmes kësaj shoqate, sa keni arritur zjarfikës të rinj vullnetar të grumbullonit? Do të thonë, shoqata për momentin posedon me një numër 21 vullnetar, të cilët janë aktiv gjatë verës, të cilët në çdo thirrje tonën, ato janë aktiv dhe na kanë dalë në ndihmë, siç ishte edhe rasti në Malin e Thatë gjatë verës, kanë qenë aktiv gjatë gjithë kohës bashkë me ne
kanë insistuar që të bëjmë shuarjen e zjarreve. Cilat do të jetë apo cilat do të jenë reformat e ardhshme të njësitë të zjarfikësve në të gjitha aspektet? Dihet që ky profesion është shumë i rëndësishëm për gjithë popullatën. Dihet që ne kemi bërë atë mundësinë që të jemi së më afër qytetarëve dhe të profesionalizohemi në këtë drejtim. Dihet që ne kemi në pritje jemi të një droni të cilët do jetë shumë i mirë se ardhur për zjarfikësit e Tetovës. Do e blej komuna e Tetovës, e cila do jetë shumë ndihmës i madh për zjarfikësit, për arsye se e kemi në kontroll gjithë territorin. Do jetë një dron i specializuar për zjarfikësit. Dihet që zjarfikësit në anemban botës, domethënë kanë pajisje të modifikuara dhe për së fundmi, domethënë që teknologjia ka avancuar shumë, kështu që i bëjmë thirrje shtetit që të na furnizon me gjithë ato pajisje të cilët janë të fundit, të cilët janë për zjarfikësit. Sa pritet në të ardhmen të ndryshojë numri i gjinisë femërore konkretisht në punësimin tek njësitë i zjarfikësve? Po, pyetje me vend, gjithashtu nga ardhja ime në këtë pozitë para 5 viteve, gjithashtu kam bërë apele të ndryshme. Gjithashtu edhe kryetari i komunës së Tetovës është i interesuar për ardhjen e gjinisë femnore te zjarfikësit. Arsyeja është që në raste fatkeqësive, domethënë gjinia femnore është shumë afër fëmijëve dhe grave të cilët shumë ma kollaj mund ta mirëpresin një zjarfikëse femën. Është një dukuri e cila është gjithandej e Evropës. Gjithashtu kemi shtetet brenda Ballkanit, këtu kemi në gjithë stacionet ka gjini femnore. Gjithashtu edhe në qytetin e Shkupit kemi të punësuara gjini femnore zjarfikëse. Jemi në pyetjen e fundit, cilat kanë qenë specifikat e aksioneve të zjarfikësve konkretisht në Malin Sharr? Do me thonë dihet që Mali Sharr është një tërësi shumë e madhe. Mali Sharr është i mbrojtur më thonë si tërësi e Malit Sharr. Ka një organizatë e cila është brenda Malit Sharr. Ka rangjerat e cilët janë të angazhuar në këtë drejtim, po dihet që ato janë në numër shumë të vogël dhe thuajse në çdo aksion ne marrim pjesë në shuarjen e zjarrit në Malin Sharr. Kjo është shumë domethënëse që kapacitetet e rangjerave apo siç quhen zjarfikësit brenda Malit Sharr që të rritin kapacitetet e veta që dihet që ne do dalim prapë në ndihmë, mirë po është përgjegjësia e tyre që të jenë në kryetet e tyre. Zotëria Ahmeti, ju falenderoj që gjetët kohë dhe ndarë prezencën tuaj këtu me ne dhe shpresoj që do rishihemi në intervistat e ardhshme. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë. Shikues të nderuar Topologu.news, ishte kjo intervista e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen, miru takofshim.